Vazhdojmë tjetër takshimi se çka ka thonë se mi ka fund. Dhënien e mesazheve për bashkëjetesë paqësore me të gjitha komunitetet fetare dhe forcimin e identitetit ton kombëtar e fetar. To ke tregon ignorancën, forcimin e identitetit ton kombëtar. Fjala komb, për herë pore ka përdorur veç Ilharxhi, i cili ka lind shekullin e 18 dhe ka vdek shekullin e 19. Pastaj e ka përpunu Sami Frashëri dhe ka ndo prej sistemit Millet. Dhe fjala komb, fjala komb nuk lidhet me shqiptari. Fjala komb lidhet me organizim politik, me organizim shtetnor. Dhe ne jemi fryt, rezultat i rilindasve shqiptar, por neve na muhu e drejta për shkak xahileve që ata që kanë jetu para nesh, fillim të shekullit 20 s'kan mujt me kuptu se ka cof baba sultan, ka vdek baba sultan. E keni qarta ju? Izbuletini që i këndojnë kong, ka mujt me ne në shkup. Po shkojta zjerë prej burgit sultan Mahmudin. E keni qarta ju? Pra, ki nuk e di se fjala tani e kanë kuptu krejt. Do me thonë me forcu kombin, do thot me cilin komb? Nëse flasmi për kombin shqiptar, shtetin shqiptar, dhe Kosova bëhet Shqipni, kur njerëzit atje bëhen shqiptar. Edhe unë kam shpresat maja se 75% janë të lumtur që shpërbëj Jugoslavia. Prandaj neve na duhet një regjistrim pa bulla në bark, ku ka me post të drejtën edhe ai tarikateve, prej Bektashive, prej Shehlerve, me tregu për caktin e tij besimit ku beson. Po jo Molla Milazimi dhe Molla tjerë me fol në emrin ton dhe me kuptu pikërisht Molla Milazimi dhe hoxhallarët e kuptojnë shqiptarinë përmes muslimanizmit, përmes turqizimit. To nuk besojnë në Zot që besoj unë, to besojnë se shqiptari ka bot Turqnia. E keni qarta jo, këto nuk besojnë në Zotin një që është. As nuk jetojnë në të tashmen, dhe këto dojnë me ngjall, diçka çka nuk ngjallet, në atë formë që shedojnë këta. Mund të kemi bashkëpunim, por jo në atë formë që shmendojnë këta me këtë shpërdor besimin e njerëzve.